Ladamik, Rafaj. Kortën e kam kortën, po e kam oraj e mishtri. Besmiri, të posta. Zy janë punë ati, ju e kërë, që e besim dhe kësëmë, nuk i hanë lek të dhe, kërë që i hanë lek të dhe, nuk i hanë lek po. Më do të njësë e që i s'men, më do të votës e jo. Ma i Rafi, 78, po do njësë, për zotën, unë do të mi bëjë se s'bën mërej. S'ka ka maj, unë atë ja du, kartat i du, në shpi. Kë besa ma i ka marë, do lek të pensionit. Po të ko, të shëjau, hajtë të shëjau pa thamon. Se kartat janë marë ma tepër, nuk i këthen, për zgjallë nuk i këthen. Ka shku liku, i kom hanë likut, ta marë kështu hatë. Jo, du me atu regjins Luisit, Luis Loazrit, për me e prunlini të shpia. E ka hanë du me atu asaj. Mine për mu i ka hanë kartat, jo, sa, ja që ja tjesë i që e vere. As ka pru lek, as ka pru karta. Ja, në shpi, ja. Ati i ko, a i veti ka ma. Alo, vakis më ka bon kështu. Një rast flagrant ka ardhur nga fshati i Barbullushit, ku një denoncues është ankuar pranë Partisë Demokratike, sepse një punojës poste i cili shpërndan pensionet në Barbullush, zoti Besmir Lepi, ju ka marrë kartën e identitetit dhe nuk e rikthen. Qytetarët pa kartë identitetit nuk mund të votojnë. Ndaj i bëj thirrje organeve kompetente, policisë shtetit që të marrin masa ndaj këtyre personave sepse përkryen krime zgjellore.